Pas rastit tragjik brenda familjes në fshatin Restelis të Dragashit, prokuroria themelore në Prizren njofton opinionin publik se ka kërkuar nga gjykata themelore në Prizren caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh ndaj të dyshuarit me inicialet FB, i cili gjendet në ndalim për 48 orësh për shkak të dyshimit të bazuar se ai ka kryer veprën penale vrasje e rënd. Sipas kërkesës së prokurorisë, dyshuari me inicialet FB më 20 janar 2026 në fshatin Restelis, komuna e Dragashit, në shtëpinë e tij familjare ku jetonte së bashku me viktimën, me dashje privon nga jeta nënën e tij, viktimën TB, në atë mënyrë që fillimisht e godet me grusht në pjesë të ndryshme të trupit dhe më pas e shtrëngon në fyt me duar. Me çrast të viktima nga lëndimet e marra ndron jetë në vendin e ngjarjes. Me këto veprime i njëjti dyshohet se ka kryer veprën penale vrasje e rënd. Prokuroria themelore në Prizren vazhdon të mbetet e përkushtuar në luftën ndaj krimit, forcimin e sundimit të ligjit dhe vënien para drejtësisë të gjithë atyre që bien ndesh me ligjin.